Agjensitë që ofrojnë shërbime turistike parashikojnë një sezon të vështirë turistik për verën e vitit 2026. Sipas operatorëve të tregut, situata gjeopolitike në lindjen e mesme, rritja e çmimeve dhe pasigurisë ekonomike pritet të ndikojnë drejt për drejt në lëvizjen e turistëve dhe rezervimet për sezonin turistik. Kështu shpreh turoperatori Mikel Zinxhiria, i cili thekson se këtë vit sektori po përballet me sfida më të mëdha krahasuar me sezonet e kaluara. Sipas tij, lufta në lindjen e mesme ka sjellë pasoja të menjëhershme në industrinë e turizmit, veçanërisht në tregjet që kishin nisur të orientoheshin drejt Shqipërisë si destinacion pushimesh. Sado që të filloj të ketë ulje çmimesh do jetë e vështirë, se vala e ngritjes çmimeve është shumë e shkurtër. Vala e stabilizimit pastaj shumë e gjatë. Eksperienca e ka treguar që çdo herë ka qenë kështu. Megjithatë, Zinxhiria parashikon se projekti shqiptar do të vijojë të tregj vizitor të huaj, sidomos nga Spanja dhe vendet nordike. Interesi nga këto tregje mbetet i lartë, ndërsa operatorët po punojnë për të ruajtur fluksin e turistëve në zonat bregdetare. Ndërkohë, një nga tregjet që ka pësuar rënje këtë vit është Izraeli. Në sezonin e kaluar kishte linja ajrore dhe grupe turistësh që vinin çdo javë drejt Shqipërisë, por për verën e këtij viti situata është ndryshe. Për shkak të luftës dhe kufizimeve të vendosura, lëvizjet turistike nga Izraeli janë reduktuar ndjeshëm. Më të shumtët janë pjesë nordike, po Spanja ka dhënë sinjale të mira që do ketë, domethënë, klientel. Disa vende nordike kanë bërë një kontratë me një agjenci shqiptare, të shpresojmë që do materializohet, se ke parasysh ka gjithmonë gjëra që mund mos shkojnë ashtu siç duhet edhe. Izraeli ka pasur, nuk e din, vjet vuri linjën që të çdo javë, domethënë, kishte grupe turistësh, nuk e di si do vej si vjet diskutimi, se aeroporti në Izrael është me kufizime. Pastaj këto fluturimet për biznes nuk janë si fluturimet ushtarake. Se një avion ushtarak do ketë atë eskortën e vet, po nuk të rrezikon dikush me avionin e pasagerëve, plot me pasagerë. Nga ana tjetër, shqiptarët vijojnë të preferojnë destinacionet jashtë vendit për pushimet verore. Sipas operatorëve turistik, Turqia mbetet destinacioni më i kërkuar nga pushuesit shqiptar, kryesisht për shkak të çmimeve më të leverditshme dhe paketave ekonomike që ofrohen nga agjencitë turistike. Krahas Turqisë, një tjetër destinacion që po tërheq interes është Egjipti, i cili konsiderohet gjithashtu më ekonomik për pushuesit shqiptar. Ndërsa vendet tradicionale si Italia dhe Greqia vazhdojnë të mbeten të preferuara, kostot më të larta të akomodimit, transportit dhe shërbimeve turistike kanë bërë që shumë qytetarë të orientohen drejt alternativave më të përballueshme. Operatorët turistik theksojnë se rritja e çmimeve në tregun evropian po ndikon ndjeshëm në zgjedhjet e pushimeve për këtë sezon. Turqia ka qenë ai vendi bazë ku një familje gjen të prekshme me buxhetin se ata ofrojnë nga hotelet të lira të kompletuara deri në hotele me deluxe, 5 yje, luxury. E japin mundësinë për të gjithë nivelet e gjë që në Shqipëri ne nuk e ofrojmë dot. Aty ofrojmë me gjithë avion, çmimin e një pakete, nuk arrin ta kesh në bregdetin e radhimës të njëjtin çmim, edhe pse e kemi pa avion. Dhe sa shumë çmim? Po një hotel në Turqi mund të vej 500 euro personi 6 net 7 ditë, me all inclusive, ku ti i ke përfshirë edhe biletën e avionit, që s'është pak. Kurse të njëjtin hotel nuk e merr dot në Shqipëri. Plus që hotelet tanë janë luksoz në pjesën brenda rrethimit, po në momentin që del për jashtë pastaj lë për të dëshiruar. Mos ti hyjmë asaj, sepse jemi vërtet larg. Mbas Turqisë, është Turqia, është Egjipti që po rimerr disa pikë, po themi, në parim, sepse bregdeti italian, bregdeti grek janë relativisht shumë më të shtrenjtë se sa bregdeti turk. Mbi zotron Antalya, se klientët shpërndahen 100 km në jug, 100 km në veri, se Antalya është qendra, se është aeroporti. Po ndërkohë shërbehet nga Alania, që është 110 km në aeroporti, dhe në Kirish ose në Fethiye, që është 160 km në veri, në drejtim të Bodrumit. Ndërkohë që 400 km më lart Antalyas është Bodrumi. Bodrumi është më i mbledhur, po është edhe ai, domethënë, një destinacion që po merr realisht fuqi. Është pak më i shtrenjtë se sa Antalya në të vërtetë, se e njëjta paketë që mund të kushtojë në Antalya 2000 euro, në Bodrum do kushtoj 2500, 2700. Janë me bregdet shkëmbor, nuk janë si në Antalya.
me sipërfaqe të mëdha. Shumica e godinave janë dykatëshe, se janë në përkodra, është goxha shkëmbor, është si të shfrytëzosh pjesën e imarrës, edhe nuk kanë lejuar godina me shumë kate. Pavarësisht vështirësive dhe sfidave të këtij viti, sektori i turizmit mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare. Agjencitë turistike shpresojnë që fluksi i turistëve nga tregjet europiane të kompensojë rënien nga disa vende të lindjes së mesme, ndërsa bizneset në Bregdet po përgatiten për një sezon që pritet të jetë më konkurrues dhe më sfidues se vitet e mëparshme.